Edhe Kurtin tani shkojmë te kjo. Kjo është një nga mitet e rreshme që nuk e ushqen vetëm Kurti, e ushqen dhe elita e Kosovës. Nëse Kurti natyrisht është personifikimi i këtij miti të rreshëm, sipas të cilit, apo dhe për shkak të cilit, vllai kosovar, po e quajmë raportin e Shqipërisë me Kosovën, raporti mes dy vëllezërve, mund të ishte raporti i bijës me nënën, i ankohet NATO se shikoni se Shqipëria është e afërt me Serbinë. Në kohën kur Shqipëria është antar i NATO-s, Shqipëria ka organizuar samite në cilën vjen diskutim siguria e një 50 liderëve evropianë, botërore, gjithë tjerë të organizojnë samite e NATO-s. Ka një qasje viktimistike, ka një vetë përmbushje, ka të ndjesit vetë përmbushje, se vjen tash, nuk është vetëm nga Kurti, ka një qasje egocentrike që është totalisht e gabuar përkundrejt Beogradit. Po ti ishte që Kurti do ta kishte vetëm me Shqipërinë, unë do isha me Kurtin. Pra, shikoni, pse ju e shikoni Serbinë kështu? Kurti nuk e ka thënë vetëm Shqipërisë, i ka thënë dhe Amerikës. Pra, është një problem që, në fakt nuk i thotë vetëm Kurti, thotë elita, duhet ta përsërisë Kurti vetëm se e personifikon atë. Shikoni, Shqipëria, Amerika, Shqipëria si pjesë e NATO-s, gjithë tjerë, çfarë interesi ka, si pjesë e NATO? Që Serbia, që është një shtet me rryma që janë në luftë me njëra tjetrën, pro-ruse,